Ulati ma vonë, po procedura është që spari bëhet një draft statut, sipas ligjit për sport, ligjit 3, vendos agjencioni për sport. Ai është organ ekzekutiv. Ai e thot fjalën e fundit. Mas pari statutit duhet me shku në diskutim publik, më falë, diskutim publik, diskutohet, vrejtjet, kurse ministria është vetëm si shiqus, apo kupton, bashkë me FIFA-n dhe UEFA-n, ata kanë sugjeru këto si një rumbullaksimi kësaj, kisha me thonë, kërkes e UEFA-s edhe FIFA-s është ndryshimi e këtyre akteve. Nuk është i ministrisë. Unë mendoj... Ata kërkojnë. Edhe këto duhet pa tjetër. Unë si delegat i kuvendit, mendoj, që nësë është nevoja, për 24 orë jena të gatshëm, me bo kuvendin jashtëzakonshëm, që kena të drejt, edhe me bu këto ndryshime statutare për të mirën e futbollit. Nuk diskutojmë për individ, kush është kryetar, kush është. Flasim vetëm për statut. Statuti duhet me qenë demokratik në përputhje me UEFA dhe FIFA. Nëse është nevoja me ndryshua, po që mirë informuar, kom bisedu më qëtosarë me njerë që gjitha statutit e regulluarat jënë të harmonizuar me UEFA dhe FIFA. Njeri ka qenë dëshmizar, Ismail. Bos njerëzve kompetent të federatës futbol. Ku unë kom bisedu dje dhe partia. Ata harmonizimi i statutit edhe regulore me UEFA dhe FIFA jënë të harmonizuar me PS dhe Risha. A dyshon në letrën e ministristi? A dyshon këtë letër që e ka dërgu? Qëta? Unë dyshoj se kush e ka qu, dyshoj edhe ma shumë. O Ismail, kush e ka qu ministri e ka dërgu? Kush e ka dërgu? O Ismail, qëtu e di njëzia kush e ka qu? Ismail, ndigjoj, qa ka të keqe, unë nuk di, unë e di ministria e ka dërgu. Jo se profar ministrisë për në këj, bilet me këtë delegatë. Kjo po thot ke di në këta këtu, kush e ka dërgu? Unë e se di. Liritan, a edhen? Kush e ka dërgu di? Nuk e di, po s'po më interesant. Nëse më alon ta përfundoj. Nuk ka të keqe një statut më ndryshu, nuk ka të keqe, nuk po flasim për individ. Regullat që kërkon FIFA o UEFA duhet me... Unë besoj, a këni pone reagim mjët Federatës Futbollit Kosovës që ka thonë ministrisë të bëjnë këto ndryshime, jo. Korreq. Dëgja, ves pak. More në shkresë shumë, e kanë marrë zotimin. Nëse është nevoja ne është ta dolim, i bujnë në vazhdojnë. Zotimi është në 2023 në shkresë, në këtë shkresë, që e sa po e lexove, është zotimi me 23 që për 6 muaj do t'i kthejnë. Nuk janë bëha ta ndryshime. Kjo është. Por e se si këna bojna pro, se se shkëgjohë, bojna, e ndryshojnë në vazhdojnë. Statuti do ndryshojnë, se nuk bujnë marrë në studio me thonë kemi mi bojnë bo. Gjitha kuvendit ka qenë edhe Batatina. Unë e pëllëm që ku ka qenë ndryshimi? Ndryshimi ka qenë që aty për shamëll fundit që u përmend ke